Na erdhi koha e gjelit të detit, por këtu gjeli na vjen në saç, me orizin Oma. Orizi Oma shumë i mirë, kokra e orizit shumë e mirë. Edhe pilafi do na dal perfekt. Shikojni, kokra dhe shumë cilësor. Marrim disa kokra, deri në 10, në qoftë se i duron dora, orizi është bërë. Të bukur lëngu, si e ke ndërtuar? Kam zirë të brendshme dhe i qafën e gjelit, e kam ashtu ka urdisur me pak qep, tani ja edhim orizit. Ra. Taçi do ta kthej këtë tepsi në një kryevepër arti, që do t'i jap edhe shijen. E vendosim këtu, kemi prushin poshtë. Që t'i vëm saçin, duhet të presim pak se na pjek saç.